Maroko kjo ndikim. Po dhe të Brazili. Edhe tek Brazili një lloj kushtet. Është interesant, po mundona me gjithë shkaqet befasuse tek Australia edhe te Maroko karakteristikat, dhe thotë se është ndeshja që ka thyrë rekordin botror me lojën aktive, topin në lojë, do më thonë është ndeshja Maroko-Brazili, që topi ka qenë 58 minuta, është thyrë rekordi, dhe ndeshja Australi-Turqi është thyrë rekordi i posedimit të topit. Nuk është thyrë rekordi, rekordin e ka ndeshja Gjermani-Korea e Jugut, që ka posedimin e topit 27%. Korea dhe fiton 2-0, edhe ndeshja Australi 28-72%, dhe kjo është rekord, do më thonë këto dy ndeshja është ndeshja e dytë, që një ekip që ka 28% brove është 2-0. Po 2-0, po sakt, ajo teoria që tha Ismeti dje. Që kja vlen ma shumë se kjo poshtë? Po, ajo vlen, sigurisht vendimtar është ajo, po shqyqoni dalimin tek goditjet. 30. Shqyqoni këtë statistikë, 30 goditje në port, 9. Ta 8 goditje në port, 8 goditje nga kandit, në gjitha parametrat është Turqia, kurse ajo pjesa tjetër 2-0. Veç fundin e shojmë gjithë nuk e shojmë interesant. Kjo në këto ndeshje me rezultat kur fiton dikush me këto parametra, në këtë form, është në 10-15 ndeshje mundet me ndodhë një. Zakonisht, në 15 ndeshje, një ndeshje fiton ky që ka këtë statistikë. Por Australia e ka analizuar zakonisht mirë Turqinë. Dhe mendoj se kalon posedimin e topit duke u bazu